Po ju tregoj, ky është vendimi i gjykatës. Nuk e kuptojnë në cilin rrjesht të ti ai thot për rikthim në detyrë. Nuk ka asnjë pikë. Dhe pikërisht ky abuzon me detyrën, vin atje, tregon forcën, ushtron dhe presion që të largoj personat nga puna. Është komplet në shkelje të punës së tij, prandaj dhe unë kam vajtur e kam denoncuar. Dhe nuk bëhet, qytetarët mua më njohin, nuk jam nga ata njerëz që të ushtroj dhunë, siç ai pretendon, sikur unë pas kam ushtruar dhunë fizike dhe për më tepër e pas kam goditur. Në asnjë mënyrë nuk janë në natyrën time. Për këtë unë u bëj me gjerasin që të bëj dhe thirrje dhe Ministrit të Drejtësisë dhe dhomës përmbaruesve me qëllim kashi këtyre pseudo përmbaruesve, nuk e di cilat janë inicjet e tyre që ata të vinë të kryejnë veprime të këtilla. Mbase mund të jenë dhe inicje korrupsioni. Besoj që këto, kur kam një procedurë të kryer nga një përmbarues në datën 25, nuk kuptoj arsye pse duhet të vijë një përmbarues tjetër të mbarojë punën. Bëra një denoncim, bëra një kallëzim penal ndaj kryetarit të bashkisë, i cili ka vepruar me veprime që bien ndesh me ligjin, që bien ndesh me qytetarinë që është e vet kryetarit të bashkisë që përfaqëson qytetarin e parë të qytetit Pogradecit, i cili ka ushtruar dhunë ndaj një funksionari publik për shkak të detyrës. Se unë kam qenë në zbatim të një vendimi gjyqësor, atë nuk kam qenë nga qefi im, nuk kam qenë asnjë kalimtar nga rruga, por kam pas një vendim gjykate për të cilën kam shkuar që të kërkoj zbatimin e këtij vendimi gjyqësor.